Drita dhe errësira po përplasen. Universi po zgjedh anën tënde. Mos e humb këtë moment. Jemi në prag të një përplasjeje energjish që ndodh rrallë. Drita dhe errësira po testojnë çdo shpirt për të parë në cilën anë do të qëndrojë. Universi nuk është më në heshtje, po vepron për të ndarë ata që janë gati për ngritje shpirtërore, nga ata që ende mbahen pas së shkuarës. Kjo është koha e zgjedhjeve të mëdha, ku çdo vendim, çdo emocion, çdo veprim përcakton rrugën e ardhshme. Nëse ndjen tension të fortë ose situata që përplasen papritur, është sepse drita po kërkon vendin e saj brenda teje. Luani. Në këtë përplasje të madhe energjish, zemra jote do të vihet në qendër. Do të ndihesh midis dëshirës për të ruajtur atë që ke ndërtuar dhe shtytjes së brendshme për të ndjekur një thirrje të re. Universi po të sfidon që të jesh i vërtet me vetveten. Në dashuri mund të ndodhë një përballje që do të nxjerrë në pa ndjenjat reale, të tuat dhe të tjetrit. Në aspektin shpirtëror, ky është momenti për të zgjedhur, do të udhëhiqesh nga frika apo nga dashuria. Energjitë e dritës po të ftojnë të shprehësh autenticitetin tënd pa maska. Në ditët që vijnë, një vendim i guximshëm mund të ndryshojë rrjedhën e fatit tënd. Mos lejo që errësira e së shkuarës të të lidhë më. Ky është momenti yt për të treguar se kush je kur universi të shet drejt për drejt në shpirt. Gaforja. Emocionet do të jenë si dallë gjatë këtyre ditëve. Drita po përpiqet të depërtojë në plagët që ke mbajtur të mbyllura prej kohësh. Universi të kërkon të mos ikësh më nga ndjenjat e tua, përballu me to. Një situatë familjare, një kujtim i vjetër ose një lidhje që të ka lënduar do të rikthehet për të shëruar. Mos ki frikë të qash, sepse çdo lot tani është pastrim shpirtëror. Në dashuri, një bisedë e sinqert do të hap rrugën për pajtim ose për çlirim total. Nëse ke ndjer lodhje emocionale, drita po afrohet dhe do ta ndjesh si një frym lehtësimi në ditët që vijnë. Universi po zgjedh anën e atyre që guxojnë të falin. Lësho çdo barë dhe lejo që drita të zëvendësojë frikën. Akrepi, për ty, kjo përplasje energjish do të ndihet si zjarri i brendshëm. Do të dalin në sipërfaqe ndjenja të forta, kujtime dhe sekrete që s'mund të mbahen më. Universi po të detyron të përballesh me vetveten, pa maska, pa frikë. Në dashuri mund të ndodhë një zbulim që të trondit, por të ndriçon njëkohësisht. Në planin shpirtëror do të kuptosh se forca e dritës s'është në kontroll, por në dorëzimin total. Nëse ke luftuar me pasiguri ose dyshime, ky moment është për t'i shkatëruar ato për gjithmonë. Çdo e vërtet që del tani të çliron. Mos u trem nga ajo që humbet, sepse ajo që fiton është vetdia jote e re. Ky është momenti yt i ringjalljes. Binjakët, mendja jote do të përplaset me shpirtin gjatë këtyre ditëve. Një pjesë e jotja do të kërkojë logjik, ndërsa tjetra do të ndjejë kaosin emocional. E vërteta është se kjo përplasje ndodh për të hapur portat e komunikimit me veten tënde të lartë. Në punë ose në marrëdhënie mund të ndihesh sikur gjithçka po ndryshon shpejt, por në fakt po çlirohesh nga energjitë e vjetra që s'të shërbejnë më. Në dashuri, dikush do të thotë diçka që të bën të kuptosh më shumë se ç'prisje. Universi po zgjedh për ty, por ti duhet të zgjedhësh vetë nëse je gati ta dëgjosh. Drita do të flasë përmes sinjaleve, përsëritje orësh, ëndra të qarta, emocione të forta. Mos e shpërfill këtë, është mënyra e qiellit për të udhëhequr drejt ndryshimit. Peshit, ti ndjen gjithçka që ndodh në univers më shumë se çdo shenjë tjetër. Në këtë përplasje mund të ndihesh sikur je midis dy botëve, një që mbaron dhe një tjetër që lind. Kjo është periudha kur duhet të ndalosh së shpëtuarit të tjerët dhe të shpëtosh veten. Në dashuri, dikush mund të afrohet me një ndjesi që se ke ndjer prej kohësh, por para se ta pranosh, pyet veten, a më sjell dritë apo më merr paqe? Universi po të teston përmes ndjeshmërisë. Në aspektin shpirtëror, ky është momenti për të lidhur me intuitën, ajo është busulla jote tani. Mos i frikso ëndrat, shenjat dhe sinkronicitetet që po shfaqen, janë mesazhet që tregojnë se je në rrugën e dritës.
ky është çasti yt për të kaluar nga mjegulla drejt qartësisë. Drita dhe errësira po përplasen në çdo shpirt, por vetëm ata që zgjedhin dashurinë do të kalojnë në anën e dritës. Nëse ky mesazh të preku, shkruaj shenjën tënde në komente dhe ndaje këtë video me ata që kanë nevojë për dritë. Mos harro të abonohesh në kanalin Zëri i Universit, sepse çdo ditë sjellim mesazhet që universi i dërgon për të të udhëhequr në kohën e duhur. Universi po zgjedh anën tënde dhe ndoshta kjo është dita kur gjithçka ndryshon.